Vate apas? Po. Është një sekond. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë, prej tij falje, ndihmë, udhëzim dhe shpëtim kërkojmë. Salavatet dhe selamet qofshin për edukatorin e njerëzimit, mëshirën për mbar botra. Selamet qofshin për familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinisë dhe ndëgjues të Radio Vatit, jeni në valët 88.4 të Radio Vatit në emisionin fetar Këshilla e Xumas, që emetohet çdo të premte para namazit të Xumas. Unë, udhëheqësi i emisionit, Irfan Sulejmani, referent në Muftinin e Shkupit, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Mysafir të sotëm kemi hoxhën e nderuar Ali Efendi Sadiku, hatip në xhamin Rezistenca Haraqin. Hoxhë nderuar, mirë se erdhët në emisionin tonë të radhës Këshilla e Xumas. Mirë se u gjetëm. Tema e sotme që do të elaborojmë së bashku me hoxhën e nderuar është kurbani dhe rregullat e tij. Hoxhë nderuar, si për fillim, çka mund të na theni në lidhje me kurbanin, po më konkretisht çka është kurbani? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala adh-dhalimin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi dhe lavdërimi i takon Allahu xhaleshanuhu, atë falenderojmë për ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Ndërka që salavatet dhe selami i dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Muhamedit alayhi salam deri në ditën e Kiametit. Fjala kurban është fjalë me përjardhje arabe që rrjedh nga folja karrebe yukarribu, që do të thotë afrim. Mirë po, në rastin konkret ka të bëjë me sakrificë e cila të afron tek Allahu xhaleshanuhu. Pra, kurban do të thotë sakrifikim apo gatishmëri për me sakrifiku çdo gjë, po edhe nëse është në pyetje jeta vetëm e vetëm për ta fituar gradën e nivelit më të lartë të afruarit tek Allahu xhaleshanuhu. Rreth kurbanit ka disa definicione, por unë sot në këtë emision do të theksoj këtë definicion. Kurban do të thotë thelja e një kafshe të caktuar, në kohë të caktuar dhe me një jetë të caktuar. Çdo mend se kurbani përmendet edhe në Kur'anin famëlar, edhe në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, si dhe tek ixhmaja e dietarëve, konsensusi i dietarëve. Nga ajetet kuranore ose argumentet nga Kur'ani famëlar janë të shumta, por unë do të kisha veçuar surën El-Kauthar, ku Allahu xhaleshanuhu thot: Inna a'tainaka al-Kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Ne vërtet ty të dham shumë të mira, andaj ti falu dhe therr kurban për hir të Zotit tanë, e s'ka dyshim se urrejtësi yt është farsosur. Gjithashtu në surën El-An'am, ajeti 162, Allahu dhul Jalal thot: Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë thjesht për Allahun xhaleshanuhu, Zotin e botrave. Gjithashtu në surën El-Hajj ajeti 37, Allahu xhaleshanuhu thot: Len yanalu Allahu luhumaha wala dima'uha walakin yanalu Allahu taqwa minkum. Tek Allahu
nuk arrin as mishi e as gjaku i tyre, për tek Allahu xhaleshanuhu arrin bindja e juj. Këto janë disa nga ajetet që Allahu xhaleshanuhu ne e bën obligim kurbanin, e që në komentimin e tyre, tefsirin e tyre që e kanë bërë dietarët, mund të konkludojmë se Allahu xhaleshanuhu për gjithë të mirat që ne ka dhënë kërkon nga ne që falemi dhe therim kurban. Dhe besimtari dhe besimtarja duhet vazhdimisht çdo gjë ta bën për hir të Zotit të tyre. Edhe namazin ton, edhe kurbanin ton, edhe jetën ton, edhe vdekjen ton, ne duhet ta lidhim thjesht për hir të Allahut xhaleshanuhu. Por edhe një duhet të dimë nëpërmjet këtyre ajeteve kuranore se secili prej nesh duhet ta dimë se tek Allahu xhaleshanuhu nuk arrin as zaki që i therin kurbanët, as mishi, por tek Allahu xhaleshanuhu arrin bindja që i kemi për Allahun xhaleshanuhu, Zotin e botrave. Çdo mend se kemi argumente edhe nga sunet ose nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku në një rast ka thënë, veprën e parë që do ta bëjmë këtë ditë bajramit është se do ta falim namazin e bajramit, e pastaj do të kthehemi e do të presim kurbanët. Kush vepron kështu ka praktiku sunetin tim. Gjithashtu me një rast tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush e therr kurbanin para namazit bajramit, le ta përsërit kurbanin e tij, le ta therr një tjetër, e kush e therr pas faljes së namazit bajramit, e ka plotësuar obligimin e tij dhe e ka praktiku sunetin e muslimanëve. Në një rast tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, men kana lahu sa'atun wa lam yudhha fala yaqrabanna musallana. Kush ka mundësi të therr kurban dhe nuk e therr atë, mos i afrohet musallas tonë, mos i afrohet faltorës tonë. Gjithashtu kemi argumente edhe nga ixhmai, janë pajtuar gjithë dietarët e ummetit se kurbani është dispozit dhe këtë nuk ka kundërshtime nga asnjëri nga dietarët. O qeneruar, pasi që temën të cilën e elaborojmë është kurbani, çka mund të na tregoni cilat janë kushtet e theljes së kurbanit? Ka disa kushte rreth theljes së kurbanit. Po, edhe kurbani, sikurse obligimet tjera që i kanë kushtet, edhe kurbani i ka kushtet e veta. Prej kushteve të theljes së kurbanit është që personi i cili therr kurban të jetë musliman. Ne e dim se edhe jo muslimanët therin kash, mirë po ato nuk mund ta marrin dispozitën e kurbanit, edhe nëse presin ato, atyre nuk ju pranohet si kurban. Pastaj personi i cili therr kurban duhet të mos jetë rob, pasi që dihet se robi nuk ka të drejtë pasurie. Prej kushteve të kurbanit është mos jetë udhëtar sipas sheriatit islam. Mirë po nëse udhëtari e therr kurbanin i pranohet, mirë po ai kurban është kurban nafile, është kurban vullnetar. Jo se e ka vajib, sepse sipas mezhebit ton Hanefi, kurbani është therrja e kurbanit është vajib për ata të cilët kanë mundësi therrjen e tij. Kemi rastin e Abu Bekrit dhe Omerit radhiyallahu anhu, cilët nuk kanë therr kurban ku kanë qenë udhëtar. Pastaj për kushteve të therrjes së kurbanit është të jetë i pasur apo të ketë mundësi materiale. Për të qenë zeqati fars, shuma e nisabit është 92.5 gram ari apo kundër vlera e tij, duhet të jetë disponent personit për një vit plot. Ndërsa me rastin e kurbanit, personit cilët gjatë ditëve të kurban baramit i gjendet 92.5 gram ari apo kundër vlera atyre, edhe përpos kësaj shume, mbulimi i nevojave elementare në jetë, atëherë i bëhet vajib dhe duhet patjetër të therr kurbanin. Pastaj prej kushteve të kurbanit është të jetë i shëndosh mentalisht. Ne e dim se me rastin e sadakatul fitrit ose fitrat që i japin gjatë muajit të Ramazanit janë vajib obligative për çdo antar të familjes. Ndërsa me rastin e kurbanit çështja nuk është kështu, që do të thotë se nuk prehet kurban për çdo antar të familjes. Në anën tjetër, nuk është vajib të prehet kurban për prindin apo familjarin e vdekër. Këtu mos keq kuptohemi, sepse nëse ndonjëri nga familjarët ka vdekur këto ditë, edhe na i ka lënë parët në dispozicion
ne e kemi patjetër të thërim atë kurban. Mirë po, për shpirtë të tyre, lejohet që të thërim kurban, mirë po borç nuk kemi ndaj tyre që të thërim kurban. Pastaj prej kushteve të kurbanit është qetë i moshëritur. Më thonë, personi i cili therë kurban ta ketë moshën e rritur, nuk mund të therë kurban fëmijë, ose njëri i cili nuk ka ardhur në moshën madhore. E kështu me radhë. O xhenero, çka lejohet të therët kurban dhe çka nuk lejohet të therët kurban? Tu ka të bënë lidhje me kafshën. Po, s'do men se Allahu xhaleshanu ka kriju disa kafsh të cilët na i ka lejuar neve që t'i therrim kurban, dhe disa kafsh të tjera na i ka ndaluar që t'i therrim kurban. Na lejohet që të therret për kurban devja prej moshës 5 vjeçare. Në moshën 5 vjeçare asesi zguxojmë të therrim për kurban, për mish mund therret. Pastaj lopa e cila duhet t'i ketë 2 vjet. Dhe shpesh herë ne këto hasim një keq interpretim ose keq kuptim nga ana atyre të cilët i shesin kurbanët. Edhe nëse nuk e ka moshën 2 vjeçare, ato vetëm se ta bojnë atë biznesin e tyre, thonë si kanë 2 vjet. Apeloj deri tek ata, mos se bëhet fjalë për fe, bëhet fjalë për din Zotit, nuk bëhet fjalë për bizneset e kësaj bote. Andaj apeloj si vëllezër, si vllavin që e këshillon. Mos në sepse një ditë keni me dhënë llogari para Zotit xhaleshano. Domethënë gjithsesi se lopa duhet t'i ketë 2 vjet për të therrë kurban. Pastaj edhe ajo bullica duhet t'i ketë 2 vjet, qengji dashin mbi 6 muaj që e ka mishi si delja, si mi pas 1 vjet. Domethënë jo çdo qengj ose çdo qengj e ka formën e delës. Qengji mund t'i ketë edhe 7 muaj dhe 8 muaj, mirë po nëse nuk ka fuqi fizike, duhet shikohet, duhet zgjedhet. Nuk është e barabartë. Gjithashtu dhia duhet t'i mbushë 1 vjet. Pastaj baktit të cilët kanë lind pa brirë, kjo lejohet të therret për kurban. Baktia që nuk e ka një pjesë brinit, prej lindjes domethënë. Pastaj sipas disa dietarëve dhe kafsha e tredhtë. Mirë po, më e mirë është zgjedhet mos jetë të tredhur. Domethënë, me fjalë tjera, kurbani duhet të zgjedhet nga më e mira, nga se disa simbolet e tij. po, ne shpesh herë në jetën e kësaj bote, ku shkojmë në partesh familje, e shikojmë më të mirën me zgjedh, ose veturën e zgjedhin më të mirën, shtëpinë e zgjedhin më të mirën. Kësaj lukset kësaj botës. Kurse kur bëhet fjala për ahiret, gjithherë hakasim sikurse shtrengohemi, sikurse bëhemi duar shtrënguar. Apelojte të gjithë ata të cilët vendosin të therrin kurban, ta zgjidhin kurbanin më të mirë. Qoftë ajo lop, qoftë ajo dele, qoftë ajo dhi, më e mira në tjetë, ne ti plotësoj të gjitha kushtet. Gjithashtu ka edhe disa kafsh, të cilët nuk na lejohen që të therrin kurban. Dihet kafsha e egër, nuk lejohet therrë kurban. E verbërta në të dyshit, nëse shohim një kafshë që ka verbri, në dyshit nuk lejohet therrët. Edhe e verbëra me nishi nuk lejohet të therrët. Ajo e cila është e qarë dhe nuk mund të ecë deri tek vendi në të cilën duhet bëhet therrja e kurbanit. Kafsha e cila shifet prej së largu që është e ligjt, e dobët. Nuk është mirë të therret kurban. Kafsha e cila ka humb më shumë se gjysmën e veshit të saj. Kafsha e cila ka humb më shumë se shumicën e bishtit të saj. Kafshas të cilët i mungojnë më shumë se gjysma e dhëmbëve të saj. E kështu me radhë. Domethënë kur ta shohim se ka defekt, largoju, merrni një tjetër sepse fal Zotit, ka dhe Zoti ka kafsha të duhur që mund të zgjedhin për kurban ata që është më e mira. Gjithashtu në dispozitat e fesë islame janë edhe disa kafshë me kruqe të therrën. Kafsha e cila i ka vesh e shqime, kafsha e cila ka vesh e shpume, kafsha e cila e ka një pjesë bishtit këputur, ose ka disa dietarë, disa ulema thonë edhe kafsha e cila është e qethur, nuk lejohet që të therret kurban. Mirë po këto janë me kru. Nuk është në atë rangën e ndalesës. O xheneruar,
ata të cilët besimtarët kanë vendosur që të thërin kurban, a lejohet çështja e flokëve dhe prerja e thonjave, se tash ka disa mendime, si e shpjegoni këtë? Kur vjen muaji i Dhul-Hijhes, vërtet kjo çështje më të madhe paraqitet sidomos në trojët tona. Ne në trojët tona ka dash Zoti, kemi pas ulema e hoxhallar të cilët na kanë shpjeguar shumë më mirë se unë dhe shumë të tjerë islamin. Falë atyre, ne sot e kemi këtë islam dhe e praktikojmë këtë islam, e praktikojmë këtë din. Edhe ato e kanë ditë se ka mendime të dietarëve, mirë po gjithherë popullit tonë, xhamatit tonë, ja kanë shpjeguar atë më të mirën. Ne, muslimanët e nënqiellit tonë, i takojmë mezhebit Hanefi. Dhe ato, hoxhallar, e kanë shpjeguar islamin sipas mezhebit Hanefi, jo që nuk i kanë ditë mezhebet tjera. Ato më mirë se ne i kanë ditë edhe mezhebin Shafi, edhe mezhebin Maliki, edhe mezhebin Hanbeli. Mirë po, meselet në përgjithësi nuk ja kanë të lavit xhamatit tonë. E kanë lanë me mezhebin Hanefi dhe nuk i kanë dhënë 2 mendime, 3 mendime, 4 mendime dhe tash kur vjen këtë çast, këtë moment, disa kolegë, për fat keq, kolegë tonë, të cilët i respektojmë, i nderojmë, i duam. Mirë po, këto mesele nuk është mirë në momentet e Dhul-Hijhes, kur him Dhul-Hijhe, nuk ban të prehen thot, nuk ban të prehen flok, nuk ban të shkurtohet mjekra, nuk ban kjo, nuk ban ajo. Ne e dim krejt se kjo është një mendim i disa dietarëve. Kurse sa i përket mezhebit tonë, dihet fort mirë se mezhebi jon nuk e ka të ndalu me prerjen e flokëve, qethin e flokëve, shkurtimin e flokëve, shkurtimin e mjekrës, prerjen e thonjve. Kjo vazhdon vetëm ata të cilët janë në haç sipas mezhebit Hanefi. Kurse ata të cilët janë këto dhe therin kurban, e kanë bën jetë të therin kurban, nuk ka kur një çfarë problemi që ata të vazhdojnë prerjen e flokëve, qethin e flokëve, shkurtimin e mjekrës, prerjen e thojve e kështu me radhë. Kurse dietar respekt ndaj atyre dietarëve të cilët e kanë atë mendimin e tyre, mirë po ne e morim mendimin e mezhebit tonë sepse mundohemi që ta respektojmë këtë mezheb të cilit i takojmë. Pasi që jemi në minutët e fundit të emisionit, cili është mesazhi juaj për teleshikuesit e TV Muftinisë dhe ndëgjuesit e radiovarit? Para se të jap mesazhin tim për shikuesit dhe ndëgjuesit tuaj, dua të theksoj se ndoli nga mendja tekbirin tashrik. Nuk e di se kjo sipas mezhebit Hanefi është vajib, pas çdo farzi farz personal, si për burrat ashtu edhe për gjinin femërore, do të fillojë nga dita e Arafatit, e që tek ne dita e Arafatit është ditën e madhe, prej namazit të sabahut, 5 kohë namazit, ditën e parë të Kurban Bayramit, ditën e dytë të Kurban Bayramit, ditën e tretë të Kurban Bayramit dhe ditën e katërt deri në namaz të Iqindis. Gjithsej, domethënë 23 tekbire tashrik duhet të thuhet secili prej nesh. Ndodh që dikush nga ne e haron. Është mirë ta përsëritje pasi ta kryej namazin, sepse kjo është një nga vajxhipet që kërkohet në këto ditë Dhul-Hijhes, konkretisht ditën e Arafatit dhe ditëve të Bayramit. Çdo mend se mesazhi im ndaj të gjithë shikuesve dhe dëgjuesve të këtyre emisioneve që po organizon Muftinia e Shkupit është se ne duhet jemi nga ata të cilët i praktikojmë këto urdhra të Zotit ashtu siç na ka porosit Zoti dhe ashtu siç na porosit i dërguari i Zotit dhe siç na kanë shpjeguar ulemaja dhe na shpjegojnë ulemaja. Ju dëshiroj pasi që me siguri ditën e xumës do të jepet kjo emision, unë shfrytëzoj rastin që t'ju uroj edhe festën e Kurban Bayramit, duke lutur Allahun xhaleshanu që kurbanet tona, adhurimet tona, dhikret tona, ibadetet tona, Allahu xhaleshanu t'i pranon. Gjithë ata të cilët nuk kanë mundësi therin e kurbanit, i ftoj që në institucionin e Bashkisë Islame, duke filluar nga muftinit, medreset, të cilët i kemi, ta japin kontributin e tyre me shpresë që Allahu xhaleshanu t'i shpërblet dhe t'ua pranon këtë vepër të madhe. O gjendëror,
Allahu ju shpëlbeft për elaborimin e temës dhe shpresojmë që këshillat e juaja kanë qenë të dobishme për teleshikuesit e TV Muftinisë dhe dëgjuesit e Radio Vallë. Faleminderit. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinisë dhe dëgjues të Radio Vallit, këtu është fundi i këtij emisioni ku mysafir kishim hoxhën e nderuar Ali Efendi Sadiku. Deri në emisionin e radhës minbeçit, Allahu apraноft gjitha lutjet dhe ibadetet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.